Kufitari Televizion ka ardhur sot në fshatin Blat, vetëm 10 kilometra larg Peshkopis, për të njohur më shumë këtë fshat. Dhe kam kënaqësinë që të kem një bashkëbisedim me zotin Zia Keshi. Krejt rastësisht ti po më tregoje se ti ke qenë pjesë e UÇK-s. Kjo është krenaria ime, dhe jam edhe ndjep shumë mirë, kur më bë pyetje faleminderit që më bane, me thënë vetën, dhe më kapin emocionet. Si çdo kush mund ta kishte bë. Kisha pas asjet. Më erdhi rasti, u mobilizova në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës në vitin 98 dhe vendosa me të vërtetë të jap kontributin tim aq sa kisha mundësi. Zoti Zia, që mos tregohesh kaq modest, më the ke qenë në vitin e parë të frontit të luftës, ë? Nuk është edhe aq. Unë kam pas tre dëshira kam pas. Edhe në front kam qenë, kam përcjell pakot sekrete dhe gjithashtu edhe furnizimin me armë për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, për zonën e Gilanit, zonë të Karadakut, më shumë kur bëj intensivat të mëdha, në shtabin 191 me komandanta me Dakun. Dhe mbasi më lufta, u kthejmë, domethënë. Për ne që jemi pak të vegjël, çfarë janë këto pakot sekrete? Pakot sekrete janë informacionet e luftës që përcjellen, si do zhvillohet lufta, zona, si ju keni pasur këtë detyrë. As vetë, domethënë, se kisha e kom pas të ndaluar me hap pakot sekrete. Bëhet. Në gjëra që janë generalat, i kanë bëhe komandantat dhe diçka. Ne kur erdhëm, përveç fermës, të bie në sy edhe tabela e shtëpisë, tek shtëpia jote ku thotë shtëpia bazë UÇK-s. Po, shtëpia ime, kjo vlerësu nga Ushtria Shqiptare të Kosovës veteranët e luftës, dhe i ka marrë mirë shtëpisë, pllakën, se ka qenë bazë Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, sepse nuk ka sonë bë këto detyra, kam pas edhe përcjelljen ushtarëve të njësisë speciale. Kur thua bazë, ushtarët UÇK-s qëndronin këtu? Vishin në rrinat nga Gjermania, shkotanin si meshur, me gjithë armatim, me gjithë rroba dimnore, me gjithë shka, i masë 20 ditë tuk e shtëpia, pushoshin, i ushqesha dhe i përcjellsha për në Maqedoni në Kosovë. Prandaj është quajtur bazë Ushtrisë të Kosovës. Pastaj minjoret kanë ardhur nga në 2020 nga UÇK-ja kanë ardhur, minjoja për mua, për babin, edhe 2 milionë kam vetëm për UÇK-s, edhe babi. Po sot çfarë lidhje mban me Kosovën? Shumë lidhje vëllazërore. Jashtëzakonisht mirë, vinë, shkojnë, vizitoj, sepse kemi lënë. Po këto çfarë prodhon ferm? I dërgon edhe atje, besoj i kërkojnë? Patjetër fidana, kush ka shtëpi private, fidane, fruta e gjana, janë vllazit tonë ato. Janë trojet tona, kuptohet. Tani unë dua të di pak më shumë për fshatin Blat. Fshati Blat është një fshat i komunës Maqellarës. Komuna e Maqellarës përbëhet nga 20 fshatra. To është për një banor që 12.000 banor, komuna, komplet komuna. Po vetëm fshati Blat, sa mund të ketë? Fshati Blat mund të ketë ke 600 banor qëset. Pastaj vinë fshatët tjera, Majtara, Blata e për Blata e poshtër, kemi Burimin, kemi Kupsishtin. Pra Blata ndahet në dy, Blata e për Blata e po, kështu kanë ngel edhe fshati jonë Majtara ku jena edhe këtu, ndahet në dy, Majtara poshtë, Majtara. Kështu kanë nda plesë për para, të partë. Fshati Blat ishte dhe në fakt fshati që mbante pikën kufitare, që na ndante me Maqedoninë e Veriut. Po, Blata e për quhet, është bashkë në kufi me dërgonë e Blat, pika kalimit që kalon në Maqedoni. Kështu ka qenë historikisht? Po, me sa me mendon, unë jam gjenerata e 78 dhe masi nga moru shkollën të veçare, me njerë ishte kooperativa atërës, edhe kam punon me në kloni të ishim në atërës, para postës kufitare ka qenë edhe të kumë me klon, me tela, dhe futeshim me kështu pasaporta, sepse kishim tokat deri në bezin kufitar, me Maqedoninë kishim tokat që i punohet të kooperativa atërës. Ju keni të afërm që jetojnë jashtë, domethënë përtej kufirit? Po, kam hallën në dibër të Maqedonisë. Është prej këto është 6 kilometra gati. Po, kemi shumë njerëz aty, ne kalojmë vetëm me kandidati. Dhe shkojmë shpesh, takojmë njerëzit tonë, kemi shokë, miqë, kushinje. Patjetër shkëmbeni edhe mallrat. Po, normal, po, më shumë ushqime të tjera bëjmë. Tani, me që dolem të mallrat se ti pas ke krijuar një gjë shumë të bukur këtu fermën tënde. Me sa duket këtu u prodho ka çdo gjë. Këtu jeni tek ferma azjatike më shumë, sepse unë jam një fermer që 2012 kam kryer fermën
dhe kam afru vetëm fruta mali dhe frutat që dardhë mollë. Po më tregoje se i përzije se si ishte ai termi, i shërtoje që më thoje me... Ato shërtimet i kemi fillu tani vonë, sepse duke kërku vajtet e treja, jam sjellë i shërtim, domethënë kemi shërtimin e mjedra egër e malit me luleshtrydhen. Kemi mjedrën e egër të malit me ananasin. Po disa fruta që ishin amerikane, holandeze. Po, kemi manaferën, 3 manafera kemi nga Hollanda, kuqen, 2 kuqe dhe 1 zes, kemi mollën siberiane të egër me tullt kuq mrena. Ti prodhoni këtu? Po, kemi lajthin e egër me gjithë e kaf, kemi pishkën maleziane, kemi aronin me origjinë nga Kina, kemi dardhën japoneze, kemi dardhën kineze me tullt kuq mren, kemi bornisin e malit me ngjyrë blu, kemi mjedrën, kemi bornisë siberiane, shumë gjana kemi. Më thonë këto unë një Afrikë gati çdo vit 2 vajtet e treja, ma shumë aziatike, i gje me sheqëri nga 15 fidana, i kultivoj, i ndjeki. Ju ka ecur mirë tregtia, besoj, ka interes. Mashallah, shumë mirë. Mashallah, shumë mirë. Po të punësh, gjithçka. Këtë e thua ti se unë pak më parë, po takoja disa banorë pak më poshtë pista, dhe më thanë këtu s'prodhohet asgjë, ne s'punojmë, pse ma thanë ata mua këtë? Ka ngënjë. Pse? Ka ngënjë, ja, ka ngënjë. Ato që kanë thonë ashtu, ato nuk du me puno. E shef, ata s'gjën kanë punëtor. Ja, s'du me puno. A jeti zia punëtori më i madh i këtij fshati? Jo, s'më të thomë se jam punëtori më i madh i fshatit, se gjithçkush ka të hapësinën e vet. Dikush merret me misë, dikush me glu, dikush me jongja, unë merr me pjesën time. E kupton dhe nuk mund të se dikur fshati është quajtur Hambari i? Po, komuna e Qellarës, në kohën e komunizmit, o quajtur Hambari i Dibrës, sepse në Dibër kjo është fush, komplet fush. Në Dibër kultivohet përpara misër, grur, patate, fasule, jongja, që mbante gjithë ditë. Misër, gjithçka. Dhe ashtu e quajti vetë qeveria atëherës. Atëherës Hambari i Dibrës është komuna e Qellarës, sepse ka pas shumë prodhim. Mbas 90-s tonë asnjë gjë. Ka të rinj në këtë fshat? Me thonë drejtën, janë shpërngul, kanë ikë të rritë, shumë kanë ikë, sepse shoh një tjetrin, punë ka, kush punon vjen e vet. Po kthehen ata, vendosin të kthehen? Mendoj që i do vijë shumë shpejt kohë që të kthehen. Mendoj, sepse rrugët janë bën, gjanat janë bën dhe kanë filluar domethënë disa fermerë duke u mobilizuar shumë më mirë. Më po vuaj se kanë gjë këto, fuqja e Qellarës s'ka ujë për të vadit tokën. Kjo është problem. Ja, janë këtë tokat vjerë janë. Nga mungesa ujit? Nga mungesa ujit më shumë, nga mungesa ujit. Po bëse të kthehen, sepse nuk mund të jetë gjithmonë kur unë kur vetëm që vetë, 10 vjet, po ktheva më fund prapë edhe këtu ke tretë mia. S'ka si tretë, s'ka si shpjerë, s'ka si puna jetë. Punesh për llogarit tane, nuk ke kërkon mbi kokë. Edhe puna është nderi familjes. Ai që punon i ka gjithçka. Se pos punove s'ka si zonë, nuk rrit rrugë. Shpresoj të rregullohet uji se mendojmë që kjo qeveri duhet ta bëj patjetër sepse i ka kohë më e bërë se gjinat. Sepse vetëm pak më parë ju patët një investim goxha të mirë, siç ishte tuneli, besoj ju ka. Po, rruga e Arbit, shive, ne di brand kemi lind për zdyti, me thonë drejtën. Ne na duhet me shku 4 orë në Tiranë, në rrugë vjetër. Tani shkem pikton ku jemi autorisht në Tufin për 45 minuta, 5 minuta maksimumi. Dhe më thonë, me më thirr dëni mik, dëni shok, atë vish piçkave në Tiranë, pritni desa të bëhet kafionera. Kemi lind për zdyti. Keni lindur për zdyti nga rruga. Po, në ujë, drita, rrugë, zhvillim. Por nuk te pëshat i leka, da. A që mënohet si dhe me pëshat i leka, i ka mbaru. Ja, duhet përnesh, da. Po, rrugën e o bon shumë mirë, një zakonisht. O bo kryela, e po shumë mirë. Jese duhet lefë dhe qeverin, ja. A kuptohen se dikush dhe e bëte. Po jam të thonë që në o bo shumë mirë. U takon, bravo qëtë, s'ka të
Po aktualisht jemi në plantacion e aronis, është familje Boronicës, vjen me origjinë nga Amerika, është viti 10 ki vit, dhe në gusht bën ciklin e frutit. Pastaj kemi lethin e egër me gjithë kafë, kjo është vit, nuk është fut prodhim. Kemi 6 fidana të kultivuar këtu. Kemi shumë gjana, kemi... E ti ke vendosur që mes këtyre të vësh edhe bletët? Po, bletët tu. Ne kemi edhe bletët. O viti 4 këtë vit. Dhe mirë, mashallah, po varet ke koha, si dhe maj koha, si dhe ketë ushqimet. Sa bletë ke zia? Po me thonë dhe ka qenë pak të kjo 70 sa koshere, mi për këtë vit në ndëmtu pak, dhe kam bletë 3, se kam 2 partje. Kam edhe tek dajat, edhe këtu. Po tjetër për kemi lethin në vit 4 prodhimit. Kjo ka 2 gjana dekorative, është dekorative shumë dhe është e egër. Se kush ka prodhu këtë për parë, është e dinje vëtë maj fermeri. Edhe nuk desprekat e fare, prodhon shumë. Dhe frutin e molit ka, si aromë. Por e sa rënjë janë këtu, se shumë duhen? Këtu kemi 1000 fidana, kemi vetëm aronin, Boronicë amerikane. Kemi 600 fidana, kemi lethin e egër. Pastaj kemi një 300 fidana moll, kemi mollën kubane, mollën e Tibetit, derdhën japoneze, derdhën kineze, derdhën kubane. Kemi 4 ribizat të Kinës që kemi kultivu. Dhe më thonë janë... Pas ke edhe pula? Po, pula jemi fshatë që mo kemi pula, kemi edhe 3 plantacione tjera pastaj. Po kemi serën, fidanishtën, që i prodhe fidana, kemi aktualisht kemi gjendje 22 varietete aziatike më shumë. Më fruta mali edhe mollë dardh, edhe pjeshka. Më jemi zjerohëm pak e shumë, mendoj të zjerohëm e pak sepse e gjithë Shqipëria, po mojnë fidane ka unë se janë varietete që u përshtatën të 2 temperaturave të nxehta dhe të ftohta. Edhe konkurrencë nuk kam, jo se kam në çmim të lartë, se s'kam konkurrencë, jo. Po nuk duhet me i prodhu këto fidana, unë ka 10 vite që më fillu dhe tani jam gjendje dhe me thonë ke 80% si e prodhu fidanin, sepse kam vujt shumë, kam vujt për të prodhu një fidan, sepse jam bim mali më shumë edhe. Nuk e fut akoma, tjerë dhe futën, normal, se gjithë kush ka rëskën e vetë. Me rëskë s'mund të... Zjaj që s'ka konkurent edhe sa kohë shpenzon ti në këtu? Apo gjithë ditën? Unë 9 orë, minimum 9 orë për nej, çdo ditë, edhe dilat. Ku të shkej? S'ka... Sigurisht se s'është lehtë mos kesh konkurent. Unë kam punën edhe për kafe, edhe për në drejk, edhe ke punën, gjithçka. Sepse jam të punoj në tokën time, vendin tim, punë kur du, alo punë kur du, shkej kur du. Po këto punë duhen me kujdes sepse janë 100% gjatë gjithë ditës, se gjitha duhen pa, deri në darkë duhen pa, sepse fidanat, po vjen plantacioni, po do vëdit kjo, po bleta, po serat, janë plantacione tjera, domethënë tonë ditën me aktivitet. Me punë. A formi se nuk piskojnë. Do të ranë skejer, do të ranë dhja. Do të ranë skejer. Edhe me të pisko ke bë penicillin, mëj. Roti, ja së në gështë, ke frakte. Ma kështë të grej ku është një këto, se nuk du të ullëm se e kam ma shumë se zipse në mizë e kam të une. Hajde ke baba, hajde. Hajde, baba. Ajo është e baba është ma e tre. Ullë e bashkë, me të gjithë se të kam të ullë, se të kam të qirë, mrafë, hik. Hajde, mashallah. Hajde. Eto e të zotin. Hajde bja mashallah që këmi kosh ishte. Hajde. Ullë mama direkt në dërë ke limoni, edhe bjeta vjen direkt, bia të vinë mrapa. Hajde bja mashallah. Hajde mblizë. Hajde për në kornizat. Hajde njësë u mblëth. Kjo punë, gjë guzim, iniciativ dhe pjesë brakli. Bleta është e bekuar në Allahit mos.
Dhe jap një mesazh me aq sa kuptoj unë, i lutem gjithë fermerët të rit, jashtë që janë, të kthehen nga veni vet. Ka koha të investosh në tokën tonë, të përparon vendi, s'ka si veni jot. Nuk ka si veni jot.